dhe mirë se erdhët në një tjetër episod të podcastit ton Flasim si fëmijë, një hapësirë veçantë që shfaqet çdo të mërkurë në Akrolis TV dhe në kanalin e YouTube-it, ku të ftuarit flasin me zërin e tyre të vërtetë dhe të sinqertë. Në këtë episod të veçantë do të flasim me dy trinj 18 vjeçar, të cilët janë votues për herë të parë në zgjedhjet e 11 majit. Së bashku do të kërkojmë në botën e tyre kush janë ata, çfarë mendojnë për shoqërinë ku jetojnë, si shohin zgjedhjet dhe çfarë ndërrojnë për të ardhmen. Le të flasim si fëmijë, pa frikë dhe me shumë dashuri për të vërtetën. Për të nisur bisedën, kush janë Geraldi dhe Lueda? Si do ta prezantonit veten me pak fjalë të një njeri që nuk ju njeh fare? Atëherë, unë jam Gerald Ndreca, jam 18 vjeç, si që thaje edhe vetë jam votues për herë të parë këtë vit. Pasioni im janë aktrimi dhe muzika dhe kaq. Përshëndetje, unë jam Lueda Jakaj, jam poshtë 18 vjeç. Unë do përshkruaja veten si një person ekstrovert, më pëlqen që të krijoj shoqëri me njerëz të ndryshëm, nga background të ndryshme, kultura të ndryshme dhe më pëlqen që të kem një pikpamje kurioze për diçka. Në grupin tuaj të shoqërisë, çfarë roli keni zakonisht? Jeni ajo që qesh më shumë, ajo që ndes debatet? Atëherë unë personalisht jam personi që bëj më shumë për të qeshur ose që qesh më shumë. Gjithmonë jam personi që ka në ndonjë debat, mundohem që të zbus ujrat ose të them një shaka, sepse kjo është lloj tipit që unë kam. Ti Gerald? Varet nga lloji i grupit shoqëror, me thënë të drejtën, domethënë shumë njerëz kanë, le të themi, disa personalitete me disa grupe shoqërore të ndryshme. Dhe në rastin tim domethënë ka momente që duhet i përshtatemi grupit shoqëror me të cilin ndodhemi, po ka dhe raste ku mbajmë atë qëndrimin tonë. Shumicën e rasteve le të themi që me ato njerëz që kam më pak afërsi jam ai njeriu që mbaj seriozitetin. Ndërsa me miqtë e mi domethënë që janë ato miqtë e mi le të themi real dhe të ngushtë, absolutisht një njeri gazmor. Të qenër të adoleshent është ajo moshë që ndonjëherë ndjesh si fëmijë, ndonjëherë si i rritur, po jo në këto momente, si ju duket vetja? Në këtë fazë të jetës, mund të them që edhe për shkak të moshës tonë, domethënë që të dy kemi mbushur 18 vjeç, po edhe për faktin që jemi votues për herë parë, më shumë na duket vetja si të rritur në shumicën e rasteve, paktën mua, sesa si fëmijë. Le të themi që ajo faza deri diku ka kaluar. A ju vjen ndërmend momenti kur zbulohet për herë të parë se ekziston politika dhe sa ajo ndikon jetën tuaj? Atëherë unë thoya që ky moment për mua ka ardhur në periudhën e 9 vjeçares pak a shumë, sepse aty unë fillova të formoj një lloj konscience për shkak të shiko. Këto politika me vërtet po ndikojnë vetëm jetën e njerëzve që unë nuk i njoh, por dhe jetën time, edhe jetën e familjes time. Dhe okej, që atëherë fillova pak a shumë të angazhohesha ose që të studioja, që të bëja një lloj researchi, një lloj kërkimi, sepse dija që një ditë do vinte momenti sikur po vjen tani më 11 maj, kur mua më duhet të votoj, jo vetëm për veten time, por për të ardhmen të gjithë bashkëpunëtorëve të mi. A jeni ndjerë ndonjëherë sikur nuk ju a dëgjojnë zërin mjaftueshëm, thjesht sepse jeni të rinj dhe mendojnë se ende nuk jeni gati për të kuptuar gjëra serioze? Po, në fakt, sidomos në qytetin tonë, të paktën, kjo gjë është le të themi si diçka e zakonshme, ne shpesh herë do të thënë ndihemi sikur ajo çka ne themi ose ajo çka ne demonstrojmë anë të veprave tona duket e parëndësishme shpesh herë. Por gjithsesi, mesazhi për gjithë ato që e kanë të njësi do ishte të mos dorëzohen kurrë. Le të ndalim pak të shkolla. Çfarë mendimi keni ose si ndjeni për mënyrën se si funksionon sistemi arsimor në Shqipëri? Atëherë unë mendoj që sistemi arsimor në Shqipëri ndoshta nuk është tërësisht i keq, ka shumë gjëra ose shumë pleqka që nuk funksionojnë. Unë mendoj për shembull që sistemi arsimor në Shqipëri fokusohet më shumë tek notat, sesa tek formimi i një fëmie. Pra duket sikur vetëm notat kanë rëndësi dhe jo formimi në të gjitha dimensionet e një fëmie, dhe për mua personalisht mendoj që është për të ardhur keq, sepse një person që ka talent, që është i mirë në pikturë, në art, në kërcim, vetëm për shkak të faktit që ndoshta nuk i ka notat e mira, më njanohen, pra lihen si në hije. Kështu mendoj unë. Zakonisht ka gjithmonë një mësues ose një mësuese që ndikon në mënyrën e të menduarit tuaj. A keni pasur një mësues të tillë që ka lënë gjurmë te ju? Të lloj mësuesish kryesisht le të themi janë ato mësuesit e 9 vjeçarës me të cilët na kanë rritur, në thonjza. Po nëse flasim për aktualitetin,
nuk mund të them pikërisht që është një njeri specifik, domethënë mund të jenë thjesht mendime dhe fjalë nga mësues të ndryshëm që unë thjesht i kam mbledhur për të formuar një konkluzion apo diçka të tillë. Po që të them një emër konkret, nuk besoj, sepse siç e tha dhe Lueda, ka shumë raste ku mësuesit fokusohen më shumë tek nota sesa tek kreativiteti i nxënësit. Pra, në stadion e parë për një mësues, sidomos jo të gjithë, po shumica, për një mësues të ditëve të sotme është një nxënës që mëson përmendsh, pastaj shumë shkallë më poshtë është një nxënës kreativ që është i aftë në zgjidhjen e problematikave e tjera. Po të jepim mundësia të ndryshonit më njëherë diçka në sistemin arsimor, çfarë do të ishte ajo? Atëherë, unë do të eliminoja këtë që thash, pra, do bëja një sistem ku njerëzit nuk vlerësohen vetëm me anë të notës, por vlerësohen në disa stade. Për shembull, Finlanda që ka një sistem më të mirë arsimor në botë, s'paktën një ndër më të mirët, pikërisht këtë gjë bën. E vlerëson nxënësin në të gjitha dimensionet e tij. Nuk e kufizon në një kuti të vogël dhe i thotë që ti po doli jashtë kësaj kutie ti nuk e vler. Këtë mendoja. Cila është lënda që ju pëlqen më shumë dhe ju shtyn ose ju ndihmon të shprehni mendimet tuaja më lehtë? Letërsia, mund të them. Vjen edhe nga fakti që, domethënë, siç e thashë më parë, aktrimi është pasioni im, është edhe një lloj talenti që unë kam, le të themi, e kam punuar prej një viti e gjysmë, 2 vitesh, dhe kjo gjë domethënë më lidh shumë me letërsinë, le të themi, shumë tematika, shumë poetë të mi të preferuar që kam shumë dëshirë të interpretoj, shumë le të themi ngjarje që lidhen shumë ngushtë edhe me ditët e sotme, pra ngjarje që janë shkruar vite më parë, por që funksionojnë edhe për realitetin e sotëm. Gjë kjo që tregon shumë edhe për mungesën e shumë gjërave në shoqërinë e sotme. Po të Lueda? Po ashtu, unë mendoj që për mua personalisht lënda më interesante është biologjia. Sepse në biologjinë ti arrin të kuptosh trupin e jo vetëm të njerëzit, por si funksionon natyra. Dhe mua për herë natyra ka qenë diçka që unë e kam vlerësuar shumë, diçka që unë ndjem shumë e lidhur me natyrën, edhe diçka që unë mendoj që natyra duhet marrë prioritet, sepse po shohim se si po menaxhohen vetjet ose më saktë se si nuk po menaxhohen, që natyra çdo ditë po vuan më shumë për shkak të zgjedhjeve që ne po bëjmë si njerëz, edhe për mua kjo është putar e keq. Pra për mua është shumë e rëndësishme të kuptoj natyrën, të duam atë dhe të trajtojmë atë si duhet. Ju ka ndodhur që në klasë diskutonin për tema të tilla si demokracia, zgjedhjet ose drejtat e qytetarit, apo këto ngelen jashtëmorëve të shkollës? Jo, s'pak, domethënë këto janë shumë të përfshira në përditshmërinë tonë, le të themi. Mund të jenë në formën e debatëve, në formën e diskutimeve, në formë të një diskutimi mësues nxënës, qoftë edhe në orën e mësimit, po domethënë arsyeja kryesore mund të qenë që është diçka që mund të jetë ndërlidhur, le të themi, me orën e mësimit. Po ama që të bëhet një orë konkrete që të flitet për drejtat tona, për të drejtat e shoqërisë, për zgjedhjet që u përmendën, jo. Disa thonë se të rinjt nuk mund të ndryshojnë botën, po ju a mendoni se një 18 vjeçar ka fuqinë të bëjë një ndryshim? Atëherë patjetër, unë mendoj që çdo person, sado i vogël në moshë të jetë, ka mundësi që të bëjë një ndryshim, pra në shumë edhe Greta Thunberg. Ajo ka qenë një adoleshente, në moshën tonë po ka nisur që të lobojë për natyrën. Pra unë mendoj që mosha ka të bëjë me ndryshimin që ti mund të bësh. Unë mendoj që nëse ke vullnet, nëse ke një ide dhe nëse ke dëshirë për të bërë një ndryshim, patjetër që mund ta bësh, pavarësisht moshës. Drejtësia është një fjalë e madhe, po për ju çfarë do të thotë të jesh një njeri i drejtë në jetë? Të jesh një njeri që ti trajtosh të gjithë ata që të rrethojnë në mënyrë të barabartë. Kjo është gjëja më kryesore. Kjo është gjëja dhe më kryesore që na ka munguar neve, le të themi, jo neve, po shumë të rinjve, sidomos në vendin tonë, të cilat mund të jenë përplasur me bullizëm, me injorim. Le të themi që është një fenomen shumë shqetësues në Shqipëri dhe i lën hije. Shumë i lën në hije. Domethënë ka shumë pak njerëz që diskutojnë, ka shumë pak hapësira në për televizionet më të mëdha që le të themi e hasin si temë dhe përpiqen të gjejnë një zgjidhje. Jo, nuk kam parë diçka të tillë, paktën jo mjaftueshëm. A keni një rregull tuaj që e ndiqni që ju ndihmon të merrni vendime? Atëra rregulli që unë përpiqem të ndjek shumicën e rasteve është që të mendoj, pastaj të veproj. Sepse kam vënë re, sidomos kur jam më e vogël në moshë, që veproj pak impulsivisht.
Ndoshta duke vepruar në këtë lloj mënyre ti nuk lëndon vetëm veten, por të tjerë që ke përreth. E thash okay, në qoftë se unë ndjej diçka kaq fort, do të mendoj mirë pse ndjej kështu. Çfarë më shtyn mua që ta them këtë gjë? Që unë mendoj gjithmonë jam munduar që të mendoj, ta sqaroj, të reflektoj me veten time, pastaj të them atë që kam për të thënë ose të veproj ashtu siç e ndjej. Me datë 11 maj do të votoni pra për herë të parë. Si ndjeni për këtë? Ju duket diçka e rëndësishme? Është diçka e rëndësishme për ne, sepse siç e përmendëm jemi votues për herë të parë dhe ndoshta vjen edhe nga thjesht ky fakt që ne jemi votues për herë të parë, kemi atë adrenalinën, le të themi atë entuziazmin, por që vlen gjithçka për tu parë. Mund të them, domethënë, le të mos flasim para kohë. Shpesh thuhet që një vot nuk bën ndryshimin. Si mendoni ju për këtë ide? Atëherë një vot e vetme ndoshta vërtet nuk bën ndryshimin, por që në qoftë se secili prej nesh, secili prej votuesve që kanë për herë të parë apo jo vetëm, në qoftë se ne më të vërtet ulemi dhe reflektojmë dhe shohim situatën në cilën ndodhemi tani, dhe në qoftë se ne vendosim që votën ta delegojmë jo aty ku duhet ose aty ku na është thënë që duhet ta vendosim, por aty kur ne ndjejmë që do na sjellë më shumë benefite, po mendoj që një vot me vërtet ka rëndësi. A keni lexuar ndonjë libër që ju ka lënë mbresa dhe her pas here ju kujtohet? Rrethuar nga idiot është një ndër librat e mi të preferuar që unë jam kthyer disa herë. Flet për, le të themi, për 4 sjellje të ndryshme, 4 sjellje kryesore me të cilat ne hasemi, flet për karakteristikat e secilës, mënyrën se si mund të përshtatemi me secilën, dhe mendoj që në ditët e sotme kjo është gjëja kryesore, pra të mësosh se si të sillesh me një njerëz që mund të jetë komplet jashtë normave, por e ke, le të themi, për risk që të qëndrosh në një ambient me të, siç është për shembull ambienti i klasës ose mund të jetë ambient pune etj etj. Si është në marrëdhënien e të rinjve sot me librat? A mendoni se ata lexojnë enda apo është kthyer gjitha në një, si themi, scroll në rrjetet sociale? Më shumë vlen kjo gjë, të them të drejtën, sepse unë shoh që sa më shumë që ne jemi mësuar me këto rrjete sociale, nuk e kemi atë vëmendjen që mund pasur dikur. Pra, koha kur ne mund të kemi vëmendjen diku është shkurtuar. Kjo është me fakt, kjo është shkencërisht e vërtetë. Edhe për shkak të kësaj shumë të rinj, të paktën ato që janë klasën time ose ato që njoh, le të themi që nuk lexojnë as shumë sa duhet ose as shumë sa kanë lexuar ata më parë. Të rinjt më parshëm. Dhe kjo është për të ardhur keq mendoj. A mendoni se librat e mirë të ndihmojnë të kuptosh më mirë realitetin apo shpesh janë thjesht fantazi, diçka që ndryshe pra nga bota e sotshme? Po, siç e thash, domethënë siç dhash shembullin pak para, mendoj që ka shumë libra që mund të japin një mesazh të fortë dhe mund të bëjë të ndryshosh. Ka shumë libra që unë vetë i kam lexuar dhe më kanë bërë të reflektoj për shumë qasje në jetën time të përditshme, për shumë marrëdhënie me shoqërinë, me mësuesit, me familjen. Pra, është edhe ajo përzgjedhja, le të themi, që ne duhet bëjmë të veprave të duhura që të lexojmë, po ka të bëjë edhe me natyrën e njerëzve, absolutisht se ka njerëz që të lexojë çfarë të lexojë, po thjesht si për përshtypje. Po të kishin mundësinë të shkruani një libër, çfarë teme do zgjidhni të trajtoni? Në qoftë se unë do të shkruaj një libër, besoj që do shkruaj një libër në perspektivën e një adoleshenteje, sidomos në shoqërinë që jemi ne sot. Pra, do shkruaj pak a shumë se si unë ndjem këtë shoqëri, se si adoleshentet, sidomos nga perspektiva e vajzës shqiptare, do fokusohesh më shumë. Sepse shoh që është një perspektivë e cila nuk tregohet aq shumë, ose e cila ne jemi thënë që të heqtem. Dhe unë dua që këtë gjë ta vej pak a shumë në fakt. Po nga kinemaja, ka ndonjë film që ju ka bërë të shihni botën ndryshe, të mendoni më thellë ose të shpreheni ndryshe? Nga kinemaja aktuale mund të them që jo, por nëse shkojmë pas në kohë, le të themi para 10-11 vitesh, unë nuk është se e kam parë live, po thjesht një ndër monodramat, le të themi, më ndikuese për jetën time dhe për krijimin tim, që siç e thash më para, është Apologjia e Sokratit, e interpretuar nga Mirushka Bashi, që është një monodram shumë e gjatë, e interpretuar nga një person i vetëm, pra 1 orë e mos gaboj 20 minuta diçka e tillë. Aty ke gjithçka, aty ke realitetin e sotëm, pra
kur ka qenë Sokrati, kur është bërë kjo vepër, kur është interpretuar dhe akoma sot kemi të njëjtën situatë, fjalë për fjalë, gjithçka qëndron akoma dhe në ditët e sotme. Pra kjo gjë, le të themi që këto gjëra që qëndrojnë akoma sot, që ne i shohim këto padrejtësitë e përditshme, këto gjëra na interesojnë shumë dhe na le të themi na godasin shumë dhe na ndryshojnë mënyrën se si ne e shohim jetën. Sot jetojmë në një botë ku gjithçka bëhet online. A mendoni se teknologjia na ndihmon jetën tonë apo shpesh na ndalon ose na bën më dembel? Të dyja qëndrojnë mendoj. Pra, sigurisht që teknologjia ka qenë një revolucion shumë i madh dhe mos në vitet e fundit ku na ka ndihmuar në shumë aspekte të jetës tonë. Pra, shohim që na ka ndihmuar që të kthehemi nga një sistem që ka qenë shumë burokratik me shumë letra në një sistem ku ne mund të ekzistojmë atë lehtësisht, që është i Albania për shembull, që na ka ndihmuar shumë. Por që njëkohësisht jemi kthyer në një brez dembel, që thotë dikur ne nxënësit, në qoftë se duhet të bënin një ese ose në qoftë se duhet të bënin një detyrë për klasë, sigurisht që të uleshin, do të mendonin për të, duhet të punonin së bashku, në qoftë se sot nuk e nevojë fare të merresh me të sepse për 5 minuta aty në ChatGPT dhe gjithçka gati. Edhe në qoftë se ti do të ulesh ta bësh të detyrë me forcat e tua, shumë nxënës ose shumë shokë të tu do thonë po ecmë, ose nuk e bën ChatGPT, po lodhesh kot, ose të trajtosh si një person që thjesht po i bën gjërat, po i vështirëson jetën vetes. Pra, të dyja qëndrojnë. Më shumë qëndron kjo e dyta mendoj. Po rrjetet sociale si ndikojnë jetën tuaj dhe në mënyrën si e shihni veten dhe të tjerën? Rrjetet sociale janë diçka pashmangshme në kohët e sotme. Do të thënë, kemi apo s'kemi vetë dhe edhe nga ajo që shohim që ndodh me të tjerë, do të thënë na ndikon, le të themi. Personalisht, për shembull, kam patur një periudhë të jetës ku kisha këtë dilemën, a duhet ta kthej një account të një rrjeti social publik apo ta mbaj privat. Arsye kryesore e kësaj, le të themi, ngjecje në këtë udhkryq ishte pikërisht opinioni i shoqërisë. Më në fakt, jo opinioni i shoqërisë, po opinioni i njerëzve që të njohin, se nganjëherë më shumë sulmohesh nga ata që të njohin sesa nga ata që nuk të njohin. Pra, le të themi që rrjetet sociale janë diçka shumë e mirë, ama shoqëria nuk di t'i përdori. Pra, shpesh herë kthehen në burim sulmesh, shpesh herë kthehen në burim bullizmi, pra humbet ajo vlera, le të themi, dhe unë personalisht kam një ndjenjë sa të mirë, sa të keqe kur përmendet kjo tematikë, le të themi. Po të rishje një story tënde në pas 10 vitesh, çfarë do duhet shihen të që të bënte krenar për veten tënde? Pas 10 vitesh, unë do doja që para punës të diplomohesha, pra për mua kjo është prioriteti për momentin, unë duhet të shkollohem, dua që të realizoj ato gjë që prindërit e mi nuk kanë realizuar dikur, dhe dua që pas 10 vitesh unë do kthehem një person i cili nuk kam humbur vlerat që kam sot, dua akoma të jem po e njëjta gjuhë empatike, po e njëjti person bujar dhe dua që të jem një person që nuk intereson vetëm për veten e tij, por që të krijoj një komunitet të gjerë ku mund të ndihmoj të gjithë. A ndjeni ndonjëherë të mbi ngarkuar nga e gjithë kjo që po ndodh online dhe a keni nevojë për një shkputje? Po, unë në fakt kam patur shumë herë shkputje të tilla, domethënë që i kam futur një fik me telefoni dhe jam shkput nga çdo lloj personi apo çdo lloj le të themi komunikimi digjital. Kam patur shumë herë ku kam mbyllur rrjetet sociale fare, domethënë jo vetëm shkputur, por i kam mbyllur komplet dhe është shumë e nevojshme. Domethënë se nuk e kupton, po krijohet në varësi. Domethënë krijohet në varësi çka që kanë hedhur, ty të shoh mos kemi ndonjë gjë. Domethënë shumë njerëz e krijojnë si varësi por pa e kuptuar. Dhe shumë mirë që her pas herët provosh veten se sa kohë mund të rish pa u zhytur, le të themi, në atë botën digjitale, e cila nuk është se është gjithmonë aq paqësore. Jetën tuaj në të ardhmen, e mendoni këtu në Shqipëri apo e shihni të ardhmen tuaj në një vend tjetër? Personalisht unë mendoj të ardhmen time në një vend tjetër. Pra, në Shqipëri kam jetuar në vende të tjera, kam jetuar në Holland, në Gjermani, në Greqi, kam jetuar për një periudhë të shkurtër në Itali dhe ajo që unë kam parë personalisht është që në Shqipëri nuk më ofrohet asnjë mundësi ku mund të zhvillojmë si njeri.
Pra, unë dua që mos të ngel vetëm në një vend puna aty, ulur në karrige, punë 24/7, thjesht dua që të kem opsione të tjera. Ato opsione nuk mendoj që mund të më ofrojnë mua në Shqipëri. Prandaj dua të largohem, sigurisht. Po për ty? Është një mëdyrshje shumë e madhe, më thënë të drejtën. Do të thënë është lidhja që kemi me vendin, nga njëra anë, nga ana tjetër është ardhmja jote. Përveç si pasion unë e thash që e shoh pse jo veten time edhe si që aktrimin ta kemi edhe si një profesion një ditë, pse jo. Dhe duke parë, le të themi, kushtet në Shqipëri, ku sidomos aktrimi është i çvlerësuar komplet, domethënë ku një njeri del aty dhe interpreton në mes të këngëve, vallave që mund të ketë në aktivitet, gjithë janë çfarë bën këtu, domethënë. Ndërsa njerëzit duan spektakël, nuk e kanë këtë ndjesinë që ta dëgjojmë një herë se ndoshta na thot një fjalë që mund të na ndikojë. Thjesht duan o të kërcejnë, o të rrëzohet ai njeriu që po kërcen që të krijojë një moment, o të stonojë ai këngëtari që po këndon, ose të ndoje shumë mirë, nuk ka një shkallë të mesme absolutisht për publikun ton. Edhe aktrimi mbetet në hije, gjithmonë është një zhanër shumë pak i duar trokitur, dhe për mendimin tim, do të thonë është një ndër profesionet më të nënvlerësuara në Shqipëri. Cila është frika më e madhe që keni për të ardhmen? Frika më e madhe që kam për të ardhmen, kam shumë frika të drejtën, por që unë mendoj që një për tyre është që të kthem një person në cilën nuk e njoh. Pra të humbas unin tim, të humbas sensin e personit që unë jam. Dhe që kur të shoh fotot kur kam qenë moshën tani për shembull, them mua, si ka mundësi që jam transformuar kaq shumë, se ka mundësi që kam humbur kaq shumë fillin. Dhe kjo është një ndër frikat e mia më të mëdha, pra që mos të humb vlerat e mia. Jeta është plot papritur, apo nëse do mund të përfituroj veten pas 5-10 vitesh, ku mendon se do isha? Mendoj se do isha në, le të themi, në atë stadin që ndroj aktualisht jem. Arsyeja pse them këtë është se deri më tani çdo gjë që e kam parashikuar, që e kam ëndërruar, le të themi që deri diku ja kam dalë ta kryej me sukses. Dhe ai vendi në të cilin ndodhem aktualisht në mënyrë figurative absolutisht, është deri diku ai vendi që kam ëndërruar para 1 apo 2 vitesh më parë. Edhe besoj që duke njohur natyrën time, që jam një njeri që sa herë domethënë që mund të jemi përballë me padrejtësi, prapë se prapë kam gjetur një lloj mënyre për të ngritur prapë, për të vazhduar prapë të luftoj për ëndrat e mia, besoj që do të jem aty ku unë aktualisht dua ta shoh veten pas 10 vitesh. A keni ndonjë ëndër ose projekt që doni ta shihni të realizuar një ditë? Një ëndër ose ndonjë projekt, nuk e di të drejtën. Kam shumë plane, njëra për tyre është që të bëj familjen time krenare, dhe kjo është diçka që unë dua që të arrijë me patjetër në të ardhmen. Pra që të jem një person që ja ka dalë. Pra pritjet e mi nuk kam mundur të shkollohen për shkak se ashtu ishte koha në ato kohë dhe nuk ishte shumë e mundur që të shkolloheshin fëmijët, edhe dua që ta realizoj ato ëndërr, dhe për veten time, por edhe për ata. Edhe dua që të bëhem një person ku ndihmon edhe të tjerët. Pra të jap një shtys edhe një personi tjetër, që të arrijë atë që kam arritur unë, ose pse jo edhe më lart. Kështu mendoj. Për ta mbyllur, cili është ai besim që nuk e lini kurrë pas dorës, ajo shpresë që mbani gjithmonë në xhep? Le të themi pak a shumë ajo fuqia apo ajo, le të themi, ajo besimi që sa vjen e shuhet, por gjithmonë domethënë nuk është se shuhet komplet brenda nesh për çdo gjë që ne duam. Mendoj se çdo njeri, sidomos në moshën tonë, po edhe pak më të vegjël se ne, edhe pak më të mëdhenj se ne, çdo gjë e përjetojnë shumë herë më të madhe, qoftë e mirë apo qoftë e keqe, se sa një njeri i pjekur dhe i rritur. Qoftë kjo në shkollë, qoftë kjo në ëndrat e tij, në punë, etj. Dhe ajo që le të themi që nuk humbet kurrë dhe nuk duhet humba askurrë është besimi tek vetja.
Nëse absolutisht duhet ta dyshosh veten, unë mendoj që është e domosdoshme që ta dyshosh veten sepse po nuk e dyshove nuk përmirësohesh dot, por duhet të kesh besim që do t'ja dalësh. Kjo është biseda jonë me 2-3 nga lezhat, cilët për herë të parë marrin pjesë në zgjedhje si votues. Falenderojmë të ftuar që ndanë me ne jo vetëm mendimet, por edhe ndjesitë e tyre, pasigurit dhe shpresat për të ardhmen. Ky ishte podcasti Flasim si fëmijë, çdo të mërkurë në orën 18:00 në Akrolis TV dhe në YouTube, ku fjala jote ka vlerë. Mos harroni, edhe kur jemi të vegjël në moshë, jemi të mëdhenj në zë. Mirupafshim.